Java që kemi lënë pas ka qenë ndër më të mirat që i ka ndodhur Gjakovës në fushën e sportit. 3 ekipet e vllaznimit kanë arritur të triumfojnë në garë. Klubi basketbollit Vllaznimi për meshkuj ka fituar trofeun e Ligës Unike, po ashtu dhe vajzat e vllaznimit në basketboll fituan kupën e Ligës së parë. Kupën në Superligën B për volejbollin e femrave kanë fituar edhe volejbollistët e vllaznimit. I lumtur për trofeun e Ligës Unike shprehet shkëmbim Kumnova nga KB Vllaznimi, i cili thotë se i ka munguar klubit dhe Gjakovës një trofe i tillë. Më të vërtet ishte një gëzim i madh për ne, moti jemi angazhu dhe kemi ndru këtë sukses. Besom kam si ondër atlet kësi gëzimi moti s'kena pas, po përsërit mas 29 viteve, një kënaqësi shumë e madhe. Po duke falenderuar edhe qytetit, edhe bordit, edhe lojtarëve, më të vërtet ka qenë gjithçka. Suksesin e vajzave në basketboll e ka përgëzuar shumë edhe trajneri Pal Sylaj. Ai thotë se fitoria ka sjellur shumë emocione kur dihet se sa më shumë mund e sakrificë po punohet për ta mbajtur qëndrueshmërinë e klubit. Që është një kupë pas, po them, një 3-14 vjet edhe këtu, po më duket nuk e di herën e fundit kur kemi marrë. Ka qenë një dramë, me të vërtet ka qenë një lojë shumë e fortë, jemi ballafaqu me ekipin e Gjilanit, United Basketball. Unitedi ka disa përforcime, kështu që është tu bo gati, po pretendon që më kanë edhe në favorit për Super League, kështu që po vajzat tona e kanë tregu me të vërtet një lojë fantastike edhe në fundja kemi arrit me u kurorëzu me kupën e Kosovës. Fitore sollën edhe vajzat në volejboll. Trajneri Blendi Haxhikadria tha se pas kupës në Superligën B vllaznimin e pret shumë punë, por gjithmonë duke kërkuar edhe mbështetjen e sponsorëve dhe institucioneve. Gjakova meriton shumë më shumë se sa që ka marrë deri tash. Unë e kam potencuar shumë shpesh se Gjakova ka super talent dhe Gjakova mundet shumë më shumë se sa që ka bërë deri tash. Për kraja pak më e madhe e bizneseve, për kraja pak më e madhe e qytetarëve, i qënë klubet në suksese shumë të mëdha. Vllaznimi në basketboll për meshkuj përveç triumfit në Ligën Unike pret të kualifikohet në play-off në Superligën e Kosovës, ndërsa femrat në basketboll kanë përsëri punë. Duhet të luajnë në finale që të shkojnë në Superligë. E volejbollistët ju duhet edhe më shumë punë që të ndeshen me ekipet të forta në Superligën A.